Bismillahirrahmanirrahim. Jemi në 10 nëtshin e fundit të Ramazanit. Lind pyetja, a ka në ibadet ose në dua të cilën duhet ta themi sa më shpesh në këto 10 net? Këtë pyetje edhe Aisha radhiyallahu anha ja ka bën Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi alayhi salatu wasalam është përgjigj, po. Andaj dëgjoj edhe ti, edhe për ty vlen e njëjta lutje, e njëjta fjalë në këtë 10 netsh të fundit të Ramazanit. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Me një transmetim tjetër, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. E që shqip do të thotë, o Zot, ti je falës, e do faljen, na fal neve. E transmetimi dytë, o Zot, ti je falës dhe fisnik, e do faljen, na fal neve. Të nderuar vëllezër dhe motra, shpeshtojeni këtë lutje në këtë 10 netësh të Ramazanit. Nuk po them që të mos bëjmë ibadete tjera, lexim Kur'ani, agjerimi normal, lutje, dua, namaz, taravih, por në kategorinë e dhikrit, kjo është lutja më e vlefshme që me plot gojë thëm përveç dhikrit të mëngjesit dhe të mbrëmjes, edhe nëse nuk përmend asnjë lloj dhikr tjetër përveç kësaj fjale gjatë këtyre 10 ditëve, mendoj se do të ishte e mjaftueshme. Allahu ju ruajt.